Po, po shkojnë në spital. Jo, në spital nuk duhen ka shumë qamë. Ku po shkojnë atere? Rodina, po ti pse ke dalë ka qera? Qa ke pse qa? Mere. Për qafoj nga unë dhe thuaj që e dëshuroj. Mirë pafshim. Do të pushojmë pak. Jo. Ishe vizituar të doktor njerë. Priste kjo po. Nuk është pun doktori kjo. Ky stacion s'ka patur kur kaq njerëz. Po ikin të gjithë si puna ime. S'ka për të mbetur njeri në fshat. Mos e ngri zëri, Rodin. Kur ti doj qefi? Më na qaj kokën po deshe nisu në kamp. Shto ka doktori? Kancer. Na qaj kokën për kancerin. Shiko shëndeti. Ne ma kutit atë dreve unë. Ej, Beethoven! Mjaftë me dhe muzikë se na qave kokën, hajtë! Tili! Jo, ti. Hajde gjyshi si gjitha vënde. E jam ta. Sa mirë që 5 kemi vënde për ne. Po, Lili, hëmë, pse? Ku ka thënë të këtu, vla? Po rio mos nga trotin. Po i vishë do të tete se qenësh. Hajde. Gjergji, pastrojmë qikë se duke si vagon derash. E, qar i thedhe të qikë? I thashi që pedera. Ati idiotër, burë. E, Suedezo, pres girlfriendin nuk s'do mere me ty. Qo, ec. Të lutem, ec. Për para, vazhdo. Ec. Kush do rriku? Unë do rriku. E pësa? Unë e martisa. Po më letër unë? Urdhëroni. Gjak, te. Hajde. Ulluni këtu, që shkoj u të parë, letja. O, dërrej që as gjungës të lenë të besh në këtë vend të malkuar. Më falë, nuk desha. Që shka logjikë, moj. Nëse njushat kërkoj falje, mos do të bjerin gjunjë? Ju faleminderit. Pa juve nuk do kishim gjetur vëndet. Ajo, që është ajo? Apo jo gjysh? Po çfarë po ndodh, se nuk nisesh? I kare pirdu. Mos më vërtit mua. Se di vetur se ç'duhet bëj. Po ju ku shkone? Ne duam që të shkojmë... Në plazh.
për pushim. Po, çfarë koincidencë, edhe ne atje shkojmë. Do të ndrem një herë liçenin me detin. Bukur. U qetësua, pa problem. Unë jam Milo Belushi, kushëri Gjon Belushit. Kurse unë jam Rudina. Shkemi Rudi. Po ti si e kemi? Gjergji. Gjyshim. Mos u zgjat, palese çmendje ka. Kam gjetur një kushëri të mrekullueshëm. Fantastik që shet akullore në Argentinë. Po akulloret e Argentinës nuk janë si këtu. Ja, atje kanë në formën e disa statujave të vogla. Si ato në Greqi. Pse deri në Argentinë apo në Shqipëri sa duash kemi ne para punë. Keni shumë drejt, po këtyre tonave u kanë vjedhur këto. Kokat. Një minutë. Urdhë. Ja, shiko. Tokave hënë, ato dyja së bashku rrotullohen rreth diellit. Tani qëllon që ato ne janë në një vit. Njerë në shumë vjet apo shekuj. Edhe ky është eklipsi. Po hënë si bëjmë dot eklipsën? Pa dyshim. Ona në errësirës gjithmonë se del vetëm natën. Kjo dihet. Nuk qëndron këtu problemi. Njoft një njeri që e pa eklipsin pas syze, edhe si gjetën gjësyt. E pa mundur. Ai ose ka qenë i marr, ose i verbër, po. Mund ta ketë parë. A ka mundësi ju lutem mos të pini sigare në tren? Kjo zonjë siç e shihni është me fëmijë të vogël. Patjetër, ja, sa të mbaroj këtë që nisë. Jeni shumë i sjellshëm. Jeni. Faleminderit. Më fali dhe juve në Bregdet po shkoni? Shumë. Fëmijës së vogël do t'i bëj shumë mirë ajri i detit, edhe jodi. S'është çështje jodi këtu. Din. Është çështje jete, është ardhmja, është. Wow! Ma shikoni. Wow! Gjërat filmi për Skënderbeun. Ua, kam dëgjuar në radio. Jo, kë nuk është film. Është mirazhi një betejë të zhvilluar 5 shekuj më parë. Luftojnë shqiptarët kundër turqëve. Si në kinema? Jo, përpiqu ta kuptosh. Kjo pamje ka lundruar në ajër për shekuj të tërë, ashtu siç lundron një anije në det. Rastisi ajo ndonjëherë t'i afrohet tokës. Ky quhet mirazh. Iko. Pse? Po ndalon treni. Me siguri do t'jetë ndonjë problem mekanik. Po, në tuneli gjetit prishet? S'ke as këtë pyesësh. Ndodhemi në një vend pa informacion, një vrim e zezë. Po ju mos u mërzitni, zonjë nderuar. Fëmijën e ka sënë gjumi, më duket. Po vendi mirë për të... Mirë natën që na ikin dritat, po tani kanë filluar na ikin dhe ditën. Çudi?
Gjergj, nuk është ai. S'ka mundësi, ai është zhdukur. Na ngatron me ndonjë tjetër. Po, ke drejt. Si e thirrë aty njëri ti? Fredi. Një. Jo. Kush I beson se ka shkuar në enë, bërëse? Mund të kenë zbritur në një mal. Si ta vërtetojmë? Duhet të shkojmë vetë në enë që ta vërtetojmë. Ndryshe edhe unë nuk e besoja. Me këtë shpejtësi që ka marrë këtë tren, do na çoj patjetër në hënë. Po ti mëre, që ke këto barsaleta kaq të gjata. Jam I autorizuar. Jam aktor. Luaj filma. Pse nuk shkojnë në diell, o bërëse? Nuk ja umban, e? Po pse budallën janë ata të shkojnë në diell, më? Po dielli I zurit fare, më? Po të duam, shkojmë neve në diell. Po vetëm po doj partia, më. Imperializmi që njenë gjithnjë. Ai na ka rrethuar. E mëre atë imperializmi ti. Si mi mbledhe partijet. Olu, e sheh atë brezin e bardhë në mes të liçenit? Ati është kufiri. Fredi, mos tërgo me kish se nuk jemi vetëm. Shkoni për pushime? Po, për disa ditë plazh. Mos jeni gjithë sportist nga Tirana? Po, lotar. E dukeni ju me njëherë. Po mirë, merrni pjesë në kampionat? Po ne jemi kampion. Ky në 100 shkroll, kurse unë në 400 metër mbrapsht. Sa mirë. Po edhe mua ama nuk ma kalon njeri në ujë. Mund të rri 3 minuta. Mbase vinë një nga Tirana ta Ajdrit. Mirë, po mos harroj, jo më tepër se 3 minuta. Na merin. Janë nga fshati im. Janë shumë të ëmbla. Faleminderit. Dhe mos u habit kur të më shikosh ndonjëherë në ndonjë film. Mirupafshim. Tjetër emocionant. Edhe kujdes kokën herë tjetër. Teknologjia e tyre të bazës është më e përshtatshme. Treguesit janë më të lartë. Po ti ku shkon? Me duket se pas ka ujë këtu. Filtrojnë gazrat nga djegja e zbuburit dhe prej tyre marrin aty të burit. Do të vi prapë për të mbëshëruar. Jepi! Forca, Fredi, jepi! Edhe pak, shpejt! Edhe pak, jepi! Forca, Fredi, edhe pak, lutem! Shpejt, griu! Forca, Fredi, jepi, Fredi, jepi! E kupton që deshte latreni? Ha? Lu, ujë më të mirë se ky s'ka thirr kurrë. Na shkrive. Ujë zakonçëm është. Do? Jo në lerat. Pi vetë dhe fryu po deshe. Juve të dyve ju ndodhi vetëm një asociacion. O, zot. Çfarë po ndodh kështu? Janë fshatarët. Sulmojnë gjithnjë trenin te ky vend, sepse nuk kalon më në fshatin e tyre. E ti dhe s'fole gjëm? Po harrova përndet familjes, më kalon me memoria. Koka pasaj ma bën
Rrot treni. Shumë mirë, shumë mirë. Kjo shoqëri I ka humbur të gjitha idealet. Këtë e konstatoj me keqardhje të jashtëzakonshme. Ne të gjithë kemi idealin e ikjes. Edhe profesori jonë historiziku. Nuk u sollën ai profesor tjetër? Po vocok një për muzikë. E po fjeri mandolinës atëherë. A e dini juve teorinë e fuqisë centrifugale? A dini se çfarë bën centrifuga? Than rrobat. Tamam, po përse than atë? E po, se nuk bie shi. Jo. Centrifuga flaki jashtë rrobave pikat e ujit. Kjo është forca centrifugale e një shoqërie. Se shumë gjëra që ditë keni. Unë kujtoja se centrifuga është vetëm për ta rrobët. Që më bënë? Me që më plasë? Kush kanë? Po këthejmë shpejt, sa më motojnë një qikë drejqemori. Ej, gjithë jam për të mojsh. Keni shumë të drejnë, por këtu të leu analuan se uqmën një ata I komision, mori kutina, I këmë të nuk. Se ndruan bënd, ata nuk na bëndojnë gjë të keqe. Je e re, Rudina. Nuk e një jetën. Për ty, po e bëj çdo gjë. Për avenirin tënd. Më falë. Ikën ata? Po, gjetën një vend më të mirë. Gjergji, më mirë lëri. Gjysh është fytyrë keqe, është si mafios. Është dhe I armatosur. Ti isha në vendin tënd s'do merresha me Rudina. Po lëri to hajt tash, gjithë kanë armë sot, mbase është polici. Të shkoj të mbush pak ujë. E po që të shkrepi tani? Dëgjove që të thash? Kuptova. Shpejto! Shpejto se njëse treni! Nditoni sa gjerët këtu! O burra! Se nuk qëndruat me ne. Njësoj jemi bashkë jemi këtu. Rudina, ti je shumë e bukur. Vërtet? Jo, mëre. O shkërdhata! O të degeneruar! Doni po doni prapë! Ne! O të degeneruar! Me arrivata tuaja! O qëndër! Urdra! O pitë! O tërtina! Rudina. Lëra. Rudina, prit. Ti e ke fajin për gjitha. Çfarë bëj unë tani? Gjyshi është vetëm dhe I smur. Ai kishte të drejtë, nuk duhet ju njëja juve. Prit. Ik nuk kam nevojë për ty, zgjidh vetë hallet e mia. Rudina, po nuk është fare. Ti zbrite vetë nga treni. Unë të kërkova gjë, ti doje të takoja. Unë doja të takoja tyje, të gënjen mendja. Unë zbrita vetëm për të mbushur ujë, ti doje të takoje mua. Gjyshi më tha që ti doje. Çfarë? Edhe ja ku ke u knaqe. Ti e ke fajin. Ti e ke fajin për të gjitha. Rudina. Ik se ta futa me shishe. Rudina, prit, po mos ik, ne do ta gjejmë gjyshin. Po ki besim tek unë. Rudina. Rudina. Nuk lejoj njeri të ma prek në besin time. Unë e vras si qenat shokët. Pse mërzitesh? Do ta gjesh. Mbaj mend po se gjetëm te vendi. Pastaj e njohun atë, nuk të bën gjë. Ja shifje dhe veti. Po folet dhe pak po s'dolet kushëri. Si që jam unë për shembull me Xhon Belushin. Nuk jam kushëriri tim.
Ki kujdes ku flet me mua. Freku, Partia Demokratike. Fuat Frangu, Partia Socialiste. Pato Zvidhi, Partia Democristiane. Rostem Gjata, Partia Republikane. Tom Dalimi, Partia Legalitete. Dale tren! Çfarë the zotrote se nuk të dëgjova mirë? Dale këtë mu tren se vëra topa! I dale pirdo! Sa do të naloj trenu në saro të top pyllë atyja se më qaresh treni, autobuse? Rast! Dale shqinësja! Koqë! I dale pirdo! Kotash! Rudina, prit, mos ne do ta gjejmë prapë gjyshe. Rudina, po ki besim tek unë. Rudina! Rudina! Rudina, ku po shkon? Rudina! Rudina, prit, ku shkon? Rudina! Ku shkon, Rudina? Çfarë do të bësh? Do të zdesësh se humbe gjyshin dhe shtypi treni. Prindrit ku i ke? Nuk ka. Mama e vërdiq kur lita. Ashtu? Po, babaj? As baba nuk e. Si nuk e, baba? Kam, po nuk e di se kush është. A do të ecësh vetëm? Jo. Më dhëm shumë koka. Shikon atë shiritin e bardh atje? Do të notojmë në atë drejtim për 3 orë. Kjo është e gjitha. Në mbas një ore do t'jemi në tokën jugoslave. Këtë distancë kemi si buk me djath. Vetëm do zoti nuk në zbulojnë. E di ku e kamerakun? Te ka i dresh projektori. Nuk kanë thënë qysh në Tiranë që nuk të ndahet. Prite kur shkojnë do njëri nga këta degër e brëndshme dhe të spionoj për ne. Për këta çdo i huaj është kandidat për armik. Olu, shiko atje lartë. E shikon atë gadishullin atje? Aty e ka mbushur shishën me ujë. Aty është ajo vajza. E pastaj se është ajo vajza. Çfarë them unë e çfarë thua ti? Hajde t'ikim sa s'ka ardhur një i sigurimit. Lëviz. Fredi! Ktheu mos shko andej së zonë kupitare! Dëgjone apo jo? Ktheu po them! Kur astisi ajo tresh femër! Fredi! Ktheu! Mos shko andej! Hey!
tash do të vija prapë? Po si erdhe deri këtu? Dua vetëm të takoj. Kam ardhur nga qyteti me notë. Me notë? Ka shumë këndatuar. Unë jam Gjuli. Gjuli, nuk me ishesh nga mendja. Po unë së një. Dëgjo, do të na shohin. Tu të këne ashtu të flasësh me një djalë. Ti po dridhesh, ke ftohtë? Dua të takoj pa tjetër. Gjuli! Takojmë nesër mbrëmë atje lart. Kam frikë. Kam shumë frikë. Baba ime shumë i egër. Atëri shumë pak. Mezi po të prisja, Gjuli. Mos ke frikë, nuk të bëj asgjë të keqe. Dua vetëm të rim pak bashk. Do të vi prap kur të më thuash ti. Jo, do të hiki. Erdha vetëm se tash do të vi, nuk mund të rim më shumë. Me siguri ai po më kërkon. Të lutem, mos më mbaj shumë. Gjuli, pak, vetëm fare pak. Kam bërë 2 kilometra për të ardhur deri këtu. Drejqe mori. Ky liqen që nga i ftohtë dhe nuk të mban bjuj. Duhet stërvitemi mirë. E po të ishte aq e lehtë, nuk do të kishte mbetur njëri pa hyrë. Atë kujtojnë ata të ekipit të Durrësit. Kujtojnë. Ata që u mbytën. Ishin djemë trima. Nuk u mbytën. U ndali zemra nga të ftohtët. Pse pak është ecësh 5 orë në ujë. Si thua? Unë them që tilla diskutime s'mund bëhen më. Tani do të fillojmë stërvitjen e gjatë. Nisu, takohemi atje. Të poshtrit. As peshqit nuk duan t'u kalojnë. A thua do të ketë kështu të merresh në vitin 2000? Atëherë çdo gjë do të jetë ndryshe. Çdo gjë e lumtur, njerëzit do të jenë të gëzuar. Po ne ku do të jemi atëherë? Nuk e di. Dhe ti një ditë do të kthehesh këtu për të parë kufirin ku arratise kur ishe i ri. Pse ti nuk do të bësh të njëjtën gjë? Mos më thuaj që nuk vuan nga kujtimet. Ndoshta dhe unë. Ku i dihet. Së shpejti do të kemi natë pa hënë. Duhet bëhemi gati. Po tani ku po më çon? Ti më thë që e kemi afër detin, ku është? Po mos u shqetëso, do ta gjejmë shpejt. Jo, mos kujton se Antoni budallaqe? Ne kemi 3 orë që ecim edhe asgjë. Gjergji? Ha pra. Oh, Rudin. Shiko veturat. Këtu duhet të jetë rruga kryesore. E çuditshme. Nuk lëviz as një makinë. A provojmë një herë? Shiko Rudin si duket, tamam si aksident i madh. O ku shkoni? Kini mendjen. Se ujku nuk pret që të ndahen nga shoqet si na kanë mësuar. Nga shkohet për ndet. Nuk e di mër birë. Nuk kam qenë asnjëherë atje. Bile, as babaj dhe as gjyshi jem nuk kanë qenë kur atje. Gjeni vetë. Unë do të shkoj tek një kushëriri im në Paris.
gjë që e vendosi është u krejt papritur, asu nuk e di. Por para se të ma thoshte këta, ishte shumë i shqetësuar. Ai gjithmonë më fshet diçka. Kam frikë për ta. Kaloj një atak në zemër dhe desh vdiq. Po ti? Sa unë nuk e shoh dot babin që di me një peshore të vogël te cepi rrugës. Edhe asnjë nuk peshon. Unë nuk mund ta duroj dot, prandaj kam vendosur që t'ike. Edhe do ta ndihmoj që ande, ose do ta marr me vete. Vetëm zdojsh mund të shkojnë ku të duan. Ke ndonjë të dashur? Jo. Vërtet? Po. Unë kam qenë mirë në Tiranë, po tezja nuk më lajë që të shkoja në disko. Po psa? Kto është e rrezikshme. Pse ti ke qenë? Po. He bukuroshe, të thash që takojmi. Ku shkon? Ne kemi dalë për qef. Makina është e jotja? Të shkojmë në det, është suape. Sa mirë. Prisni këtu se erdha. E njëta? Jo, po. Më duket sikur e kam parë një herë. Pazari fundit, ha? 50! 50.000 kavar! Për tokë! Mos u bëni merak, zonjë. Për para se të bësha këngëtar, unë kam qenë mekanik. Më falni. Urdhëro. Po, për para se të bëhesh të mekanik, çfarë keni qenë juve? Këngëtar kam qenë, në opera. A, pas keni ngrënë një riedukim të mirë, a? Shkolla mirë riedukimi. Ti nuk di të bësh asgjë. As të rregullosh makinën e as të këndosh. Ju jeni një brez multi, të dështuar, të paft. Pa shko, pirdo, plak matoft. Ik në kam! Spion!
i bukur që është. Nuk e pa ndonjëherë deti? Jo. Sa i madh. Shiko si shkëlqen. Mbau fort, ha? Edhe më thuaj po të erdi për të vjellë. Nuk më vjen ja, po jepi. I rash. Vje i leket? Jo, nuk i rash. Kapi syt hajvan. Ora mos më thuaj mu hajvan, ava, shim kur të rëzët. Jo, nuk urdu. Nuk është gjë jo, po shtyje. Edhe 2 pluma për e saj. Jo, vetëm një kurve multit, vetëm një. Është largë më va, qa thua? Një. Mirë. Jeri më nga pare, baba, e bravo, e pisi kërteu. Po e rrujt e pësën, e rrujt e hajvan. Ora mos më thuaj po në shkurë. Jeri më pare, të qenerat, kas për A mu ta, ko që më dek. Ik baba, se Hajde, prap. Se donin të më vrisnin. Unë nuk i bëra ndonjë gjë të keqe. Nuk duhet ndonjë arsye për të të vrarë. Medaljonin? Ku e ka medaljonin? Ka humbur. E gjeta. Të lutem, hajde me mua. Do të shtyjon me komerdare. Ka nikur edhe të tjerë kështu. Dua t'je me ty, po kam frikën e babait. Çdo i ndodh ati pastaj. Do e fosin në burg për shkakun tim, ti e di shumë mirë. Do të mendojmë ne më pas. Gjërat ndryshojnë, nuk janë të përjetshme. Gjuli, hajde me mua. Nuk mund të iki dot pa ty. Lu, bol. Lu, e di që Gjuli mund të vi me ne. I është mbushur mendja. Si? Ajo do të vi me ne? Edhe pse ka pak të vështirë, ajo më premtoi. Jenë vetë apo jo? Si do të vija në mes natës, ha? Ka të ndërron. Pse e që bë këtu? I ka menduar të gjitha. Lu, dëgjoj. Unë nuk mund t'i iki dot pa te. Më kupton? Kam rënë në dashuri. Pastaj si ajo s'mund t'i gjej dot tjetër. Mirë, mirë. Atëherë ktheu që tani sa jenë kohë. Martohu dhe bënja 6 këlysh që të mallkojnë gjithë jetën pse i lindën në këtë planet të ndyrë. Unë po iki, ti bëj si duash. Lu, prit! Ku ke lënë me Gjulin, Fred? Këtu. Ajo nuk ka për të ardhur. Tani do të nisemi. Lëviz.
Kujdes. Gati. Gati, prit. Dhe kam ardhur 7 herë. E dini? Unë nuk lëviz si këtej. Nuk i kima nga ky vend, po shkruaj një bestseller. E dini se ç'është bestselleri? Jo. Është roman, po personazhet e mi janë komplet ndryshe. Burri detyronte gruan që të bënte prostitutën. E rrite, edhe i gjente edhe klient. Ndërsa ajo ishte shumë e bukur, ishte një mrekulli. Llogarit 20 në natë. Edhe në mëngjes e rrite përsëri. Hey! S'pas ka njeri këtu, nuk janë. Duket se kemi ngatruar rrugën. Duhet të presim, nuk kemi çmend tjetër. Vazhdojmë në shpresë për të gjetur dhe të tjera. Policia është duke përgatitur të marrë masa të rrepta kundër tregëtisë së klandestinëve. Kam punuar 4 muaj në Turqi, në cirk. Ushqeja kafshët. S'paguajnë turqit më. S'paguajnë, prandaj ika. Sa shumë njerëz që pasta. Kush e di sa kanë që presin. Si është e mundur në mes të ditës. Një gjani këtu. Unë jam shefi, që unë Eklips. Sot do të nisen vetëm 30 veta sa aq ma ingomonet. E dini rregullin besoj, ja? Kush një gjon emrin do shkoj atje dali fotografi. Po ja kujtoj edhe një herë. Keni të drejtë, lene mu. Keni të drejtë të niseni deri në 3 herë. Edhe sikur të kthej nga Italia, duhet vini këtu po mrena 3 ditëve që të niseni prapë. Dakorde? Mos kemi lafe. E shikoni sa interesojmi për ju. Sepse dum që ato pare që morim t'i morim me djesht në ballit. Me ndershmëri, me korektes. Mu morëm vesh. Po si kur të mbytimi, lekë kush na i marri. Ej, pas ke frikti, ha? Mos hajde fare ti. Nuk po të merr njëri me zor vetë do me shku. Ej, ne nuk po shkojmë për qef, po shkojmë për hall. Çfarë? Ti s'ke bukur ti. Po ti ishi taq trima ju, kish duke me Roxhën, e shpëtojshim edhe ne tjerët. Po jeni brezmuti ju, që vetëm llafe keni. Dhe takseratet tuja po i vujmë ne tjerët sot. Ikti. Do boni vetëm çfarë ju them unë. Qofse doni shkoni gjallë atje. U morëm vesh. Një gjoni emrat është. Zyber Kaciaj. Këtu. Ika ti. Hajdar Azizi. Tu. Ika dhe ti. Liza Vathi. Pa. Shko dhe ti. Fuat Portelja. Papi Mali. Merë. Edhe mos e umër. Tjetër. Fjolla. Agim. Po burim se nuk e dëgjoj emrin. Po buri u e më niset nesër. Çfarë ka këtu për të merakosur? Jo, unë do shkoj me burrin tim edhe pik. More vesh? Çfarë ka më këtu? Çfarë ka? Ç'është jetë u shumë? Dëgjoshe. Ha. Kjo grua kërkon patjetër me shku me burrin e saj. Po unë se kuptoj këtu, bashkim familjar bëjmë këtu apo jo? Ti me burrin ke paguar po veç e veç? Si keni aplikuar? Ku ke paguar po të pyes?
Unë kam paguar tek hotel Lisin, ndërsa burri tek lokal Brisku. Ti je në rregull. Burri jot do niset me grup tjetër që gjiri kurave. Hajde mos bëj kështu se rregullojmë me punën. O shef, ç'a kemi? Kam javë që po të pres, kur do nisem unë? O vash ose na dhjeve, si e ke emrin ti? Musa Lëndina. Musa Lëndina, to ke dikur me i tjetër me emrin tënd. Se rregullojmë me punën tonë, që na shkën. Këtu apo jo? Apo ta fitë parash? Çaj për para po punën tonë, më ato që. Po flej më gjumash? Rut, sa e mirë që e bërë. Vetëm kaq? Po këtu ma thanë të gjithë ata që ishin aty. Rut, a bëj një gjë në plazh? S'te meriton shoqërinë time. Rut, po ti nuk më le të marr veten. Ej, doktor, ne kemi qenë bashkë në një tren, të kujtohet? Jeni ju të dy qula treni. Ju jeni miku ati që e mbante vetëm për Gjon Belushi. Po gjyshin time, ke parë gjë? Ne na la treni dhe zbritëm që të gjithë. Unë rastësisht gjeta një furgon. Sa për tjerët, absolutisht nuk di gjë. Po më falni se, si që shikoni, ka ditë që është mbytur. Do ketë pas një fëmijë të vogël me vete se gjirin ka të mbushur plot me qumësh. Do Zotit këtë shpëtuar. Luj një dritë! Forca Fredi edhe pak! We are Albanians. We just crossed the border. We want political assume here in Yugoslavia. The dictatorship in our country is... Dan! Duart larg, shpejt në ujë, nuk kemi kaluar akoma! Ku po shkon? Do të shkoj në Disneyland. Në Disneyland? Në Disneyland është vërtet? Po. Rut, a ikim dhe ne? Jo. Unë do të pres gjyshin, ai e di më mirë. Po mirë, ne i presim nanën tjetër. Po gjyshi nuk do vi. Ai ka ardhur vetëm për të përcjell mua. Në fund e gjete burë, a? Unë në poshtë që e ne latët. Më mbani mend, jam bestseller. Më mbani mend, apo jo? Po. Fluturuan. Si s'baj fluturuan. Ha! Ju dini fluturoni? Jo. Jo? Se kush dit fluturoni? Një shoqe ime ka fluturuar. Një shoqe ime ka fluturuar me mira ere provuam. Derisa fluturuam. Bingo!
fluturua. Fluturimi është si bingo. Po mirë, do më mësosh dhe mua të fluturoj? Po, patjetër. Ja, merrni frukte. Merr frukte. Si do t'jetë atje lartë? Kur kam qenë i vogël, me netet e bukura dhe të qeta, ato net që unë i quaj të mrekullueshme, gjyshi më merrte për dorë dhe dilnim së bashku në çark. Gjyshi më thoshte se çdo njeri ka yllin e vet. Ai të sheh edhe të mbron. Rut, e sheh atë yllin aty lart? Ai quhet ylli Gjergji. Ke qef t'i vendosësh ndonjë emër në një yll? Jo. Dua të mbaj yllin tënd. Do ta mbajmë bashkë. Po si thua, do të na mbroj? Mirë. Atë yllin do ta quajmë Rudi dhe Gjergji. Rudi dhe Gjergji. Sa bukur. Të pëlqen? Po na shikon ai tani? Patjetër. Kështu më ka thënë gjyshi. Po nga e dinte ai? Po pleq din shumë gjëra. Ngorri. Hej! Ma ki kujdesat kërmën tjetër atje, po lëvizi Pjeri. Në koma gjallë ke këtë plerë? Zemër lepë. Bjeri një qeni. Jo. Se kështu goditët, kur do mësoni? Kush është? Rudina. Gjyshi! Erdhe! Sa më ka marrë malli. Hajde, hullu. Po ju pristin. E sho. Hullu. Pi, Delosh. Gjysh, e ke parë Milin, shokun tim? Jo. Pi edhe ti. Është ditë e shënuar, sot? Si e pini këtë? Kjo djekë si zjatë. Nuk ka ngelur më raki. Nuk më thua, djalosh, ku e ke njohur atë Fredin ti? Fredi? Po. Fredi ishte trajneri I Minotit.
Ishte më i miri. Më i forti. E shkatëruan. 10 vjet burg. Doli nga burgu kur ha diktaturë. Nuk mendon të vetë se ta ratisej sa më parë. Ne i vajtëm pas sepse admiron. Udhëtuam shumë ditë pa drejtim. Kur pam Jati menduam se që është shpëtimi im, por Fredi nuk i besonte atij. Nuk e dëgjova atë dhe u hodha që ta arri. I humba të gjitha. Qysh atëherë nuk e kam parë më. Bën këtu. 5 minuta të le vetëm unë dhe shisi ka të ndisësh. Pianec që je. Qo se na fliqe racën na fliqe. Hajde, qo se si them njeriu. Ku është Rudina? Që në ke trullosur fare. Ku është ajo mi? Unis, si unë. Se që ditësh? Ja ku është. Po më mirë për dy. Gjysh ishte psikopat fare. Do të kishte vrarë, po t'i kishte propozuar. Si ka mundësi që ka nikur? Sa larg pas ka shkuar puna. Po ti mos u mërzit. Po do të takosh prapë në botën e lirë dhe të qetë. Nuk është ashtu. Kam të ta parë. E shpejt! Shpejt, tek vendi tjetër. Ka të shkojmë? Në vendin tjetër. Na lajmërojmë policia të shkojmë tek stacioni tjetër. Po të shpejti! Gjergji! Pas më se s'ka kohë. Gjergji, do ikim. Ec! Gjergj, ai s'ka kohë për të menduar. Gjergji! Ku është Gjergji? Gënjeve? Rodina, unë ta kam thënë. Kam planet të tjera për ty. Ti do të martohesh në Francë më çupi, jo me atë maskara. E tani se nuk kemi kohë. Goce, a e di që me kush uri bashkëmi? A e di që a jetë ke për të bua apo jo? Dhe këte e boj për gjyshin tatë, se është burë zotni dhe ka shok të rallë, ta dish? Nuk dua. Gjyshi, të lutem, më ndihmo të shkoj me Gjergjin, të lutem. Tina, mos mi prish planet tani. Kam një jetë të tërë që po mendoj për këtë çast. Jam i smur! Të lutem, Gjyshi, të O, lutem! goce, a i shokë jot ka ik me komi, shiko gomonet sa larg janë. S'ke mu as një njerin plash, po s'ke fajti e re. Qunat i arojnë dashnore, shpejt. Tigënje, nuk është e mundur, nuk ka mundësi, Gjyshi, më lëshon, Gjyshi! Na moj stu! Ku shkon moj? Po e kvendur!
Letër njoftimi im. Më ka humbur identiteti im. Bjatje ullu, mos u shqetëso. S'ta kërkon njëri identitetit, ato ull aty. Morti ull aty, Ullu më thash. A një gjafë të nej plumë dhe mut. Ku e ti këtu ndasën e? Ka sa gjenë. Edhe lej lafët. Shkojmë. Rudina! Maskara! Që mi shkatrove jetën qupës! Gjuri, më falë! Më falë! Përse do atë? Përse do? Maskara, amico! Dua të shoh, ka i tima të bastarde të të. Ik të taj, shërou, shëmu! O ti qëto këtu, ha? Të thash të qërashën nga fshatë. Ja, Besuit! Erdi Fredi! Erdi Fredi! Ik! Ikri! Zhdokoni të gjithë! Edhe ti një zoj si o temi! Shparuni! Prapa djelit! Prapa djelit! Ylli jam për në sheh. Jam e sigur për këta. Do shta do të në mbroj. Nuk e sheh që kemi natë pa hënë sonde? Pa. Sa errësirë që është. Po në qoftë se shkojmë, si do t'ja bëjmë? Do t'ja harrojmë të gjitha. E do përpiqemi të fillojmë gjithë shka nga e para. Po mëse do të shkojmë.
qenë ka urë gjigande. Thua ta kënë parë njerëzit më parë. Sa e gjatë që janë ka. Së kur shkon deri në tokën tjetër. A thua është e vërtet?